Shikoni me kujdes këtë foto të datuar në vitin 1813. Është qyteti i Krakovit në Poloninë Jugore pranë kufirit me Çekin. Qyteti është përmbytur në një mënyrë jo normale. Ndërtesa në qendër është gjysmë e mbuluar nga ujë, kupola qendrore pothuajse e mbuluar. Përmbytja është aq e rëndë saqë ndërtesat disa katëshe janë pothuajse të mbuluara nga ujë. Çfarë mund të ketë shkaktuar një përmbytje të tillë? Si gjithmonë ju kujtoj që videot në këtë kanal nuk kanë si qëllim të ndikojnë mbi mendimet, opinionet, bindet apo besimet tuaja. Janë vetëm një këndvështrim ndryshe nga i zyrtar që na jep sistemi ose fe tradicionale monoteiste. Ruani etikën në komentet tuaja. Ekziston një teori e ashtu quajtur konspirative, sipas së cilës rreth vitit 1802 ka ndodhur një përmbytje e madhe në botë e quajtur ndryshe edhe përmbytja e Baltës. Kjo ka shkaktuar një rivendosje të madhe të jetës në tokë. Ujërat kanë filluar të tërhiqen mbas disa vitesh, nëse kjo është e vërtetë. Kjo fotografi, njëkohësisht nëse datimi i saj është i saktë, tregon se edhe mbas rreth 11 vjetësh ujërat ishin akoma në nivele shumë të larta. Ekzistojnë foto të shumta nga qytete të ndryshme të botës që dëshmojnë për qytete të pabanuara, me rrugë të baltosura, apo qytete me infrastrukturë madhështore që fillojnë të banohen nga njerëz me qytetërim të prapambetur që lëvizin me karroca me kuaj, me këtë infrastrukturë madhështore në sfond. Këtu jemi në Shën Peterburg në vitin 1860. Historia zyrtare thotë që në atë kohë, në Shën Peterburg banonin rreth 500.000 banor. Ku janë? Sipas hijes së kolonës Aleksandër, duhet të jetë mëngjes, por qyteti duket totalisht i zbrazur, pa jetë. Shikojeni, këtu ndodhemi në Moskë. Edhe për Moskën, historia na jep shifrën e 500.000 banorëve. Dakord, po ku janë? Qyteti është i zbrazur, është e njëjta pamje si në Shën Peterburg. Jo vetëm kaq, po nuk shikohen as kafsh, nuk ka qen, nuk ka mate, bile, a edhe zoq në fluturim nuk shikohen. Çfarë ka ndodhur? Pse është kjo heshtje? Këto pamje shikohen në shumë qytete të botës. Ekzistojnë arkive fotografish të tilla, të datuara kryesisht në periudhën 1840-1860. Pra, bëhet fjalë për, nëse i referohemi asaj datës fillestare 1802, apo fotos parë që ishte 1813, bëhet fjalë akoma më vonë, përmbas rreth 30 deri në 50 vjet më vonë. Kuptohet gjithmonë, nëse datimet e fotove janë të sakta. Këto foto përshkruajnë qytete madhështore me arkitekturë të lavdishme, rrugë me kaldrëm dhe struktura të ndërlikuara. Megjithatë, ato janë plotësisht të zhveshur nga jeta. Shikojeni, rrugët, sheshet, brigjet e lumejve janë kapur në një heshtje shurdhuese, sikur vetë koha të ishte ndalur. Nuk ka asnjë person të vetëm, asnjë karrocë të tërhequr nga kuaj, asnjë zog në qiell, asnjë qen apo mace e ndacake mbi kaldrëm, asnjë shenjë të ndonjë krijese të gjallë. Ky nuk është vetëm një mëngjes i hershëm ose një moment i zgjedhur keq për të bërë një fotografi. Është një pamje e një pajetësie totale, gjithëpërfshirëse. Nuk bëhet fjalë vetëm për njerëzit. Ndërsa shikimi përshkon fasadat e patëmet të ndërtesave, pra duken goxha të qëna, si me thënë, hasim edhe në kornizat bosh të dritareve. Ka prej tyre që janë pajama, duke sugjeruar që ka një braktisje të gjatë në kohë. Këto nuk janë qytete të përgjumura që presin zgjimin, agimin. Janë botë të ngrira pas një tragjedie të madhe dhe të braktisura prej kohësh nga banorët e tyre. Pse, si, qysh, ngelet për të parë më vonë. Në shekullin e 19, sipas historisë zyrtare, jeta në qytet zhvilloi pikërisht në rrugë. Flasim sipas historisë zyrtare gjithmonë. Ku janë gjurmët e asaj jete? Ku janë tezgat e tregut? Ku janë stendat e tregtarëve që duhet kishin mbushur sheshet qendrore? Ku janë kuajt e lidhur që presin pronarët e tyre? Ku janë karrocat? Fuqitë e ujit, drut e zjarrit ose qymyri i grumbulluar, sepse në atë kohë ky përdoresh.
simas historisë zyrtare, e theksoj. Rrobat e varura në litar midis shtëpive. Qytetet duken sterile, të pastruara jo vetëm nga njerëzit, por edhe nga të gjitha detajet e aktiviteteve të tyre të përditshme. Gjaqet janë qartë të dukshme në çatit e shtëpive, por asnjë prej tyre nuk lëshon tym, që kjo është një shenjë e mungesës së plotë jetës. Dhe interesante, bimësia ose mungon plotësisht, ose përbëhet nga pemë të holla dhe të reja. Trujët e tyre duket se janë mbjellë disa muaj më parë apo pak vite më parë në tokë të zhveshur dhe të pastruar. Shikoni këtu. Pamje nga Edinburgh, Skoci, 1840. Copenhagen, Danimark, 1843. Vazhdojmë. Gjermani, 1860. Rio, në Brazil, 1860. Toronto, Kanada, 1860. Athinë, Greqi, 1860. Pra shikoni, janë të njëjtës periudhë që thamë, 1840, 1860. Natyrisht, pyetjet janë të shumta. Duke parë Rusinë në vitin 1860. Ekziston një kontrast i menjëhershëm midis mungesës së popullsisë dhe pafundësisë së këtyre qyteteve. Si Moska, ashtu edhe Sankt Petersburgu, edhe në shekullin e 19 duken të zbrazura. Por ka një problem. Infrastruktura i gjetur në fotografi mund të mbante një popullsi prej milionësh banorësh. Pyetja është, pse qytetet janë kaq të gjëra, kaq të mëdhej, në qoftë se sipas historisë zyrtare gjithmonë popullsia do të ishte 500.000 banorë secili? Çfarë na fshehen në këtë gjë? Çfarë force mund të kishte zbrazur kaq plotësisht dhe pa mëshirë qytete të tëra anë mban botës, duke lënë pas vetëm skeletet e tyre prej guri? Duke parë madhësinë e këtyre qyteteve që të përmendëm, Moskën apo Sankt Petersburgun, mund të mendojmë që kemi patur të bëjmë me popullsi milionash, jo aq sa na thon 500.000 banorë secili. Qytetet janë vërtet të zbrazta, por nuk është vetëm heshtje. Ka një ndjesi të një tragjedie të kohëve të fundit, bëhet fjalë kohëve të fundit për disa dhjetra vjeçar, kuptohet, por edhe të një tragjedie që tashmë ka përfunduar. Peizazhet nuk ngjajnë me qytete të fjetura, por më tepër me si thua, përfundimin final të një shfaqje kur të gjithë aktorët janë larguar tashmë dhe kanë mbetur vetëm gjurmët e shkatërimit në këtë skenë. Nëse i krahasojmë këto imazhe me fotografi të qyteteve që vuajtën gjatë luftrave, siç është lufta e parë botërore për shembull, ndryshimi është i madh. Shkatërimi ushtarak lë pas kaos, rënoja ndërthesash, kratere nga bombat, male me mbeturina, rënoja dhe prajisje të braktisura. Por mes këtij kaosi ka gjithmonë njerëz, ushtarë, refugjat, banorë që përpiqen të rikthejnë jetën e tyre në rregull. Në fotografitë misterioze të shekullit të 19 që pam, fotografia është e ndryshme. Ka shkatrim, por të një lloji tjetër, dhe mbi të gjitha, ka një mungesë të plotë të njerëzve që mund të kenë qenë dëshmitar ose pjesëmarrës të kësaj ngjarjeje që ka ndodhur. Qytetet e vdekura të shekullit të 19 duken ndryshe, sikur të jenë pastruar, të jenë larë. Shtresa balte, llumi dhe argjile janë ende të dukshme në rrugët dhe sheshet e shumë prej tyre. Nga ana tjetër, ato varrosin katet përdhese të ndërtesave, duke u fshehur poshtë tyre kaldrëmi dhe trotuaret. Në disa vende ka pellgje me ujë të ndenjur që sugjerojnë një përmbytje ose rrëshqitje balte, gjithmonë sugjerojmë, supozojmë, të kohëve të fundit. Duket sikur një val gjigande ose një përrua i fuqishëm balte apo lum i fuqishëm balte përshkroi këto rrugë, duke marrë me vete gjithçka në rrugën që përshkroi. Njerëz, kafsh, karroca, tezga, tregu, gjithçka që përbënte mishin, gjakun e jetës së këtij qyteti, apo të këtyre qyteteve. Kjo përmbytje jo vetëm që mori me vete të gjallët, por mori me vete edhe tonelata dheu dhe balte, duke varrosur nivelet më të ulta të qytetërimit poshtë tyre. Nivelet e qytetërimit bëhet fjalë në nivelin fizik, jo të zhvillimit.
Gjendja e bimësis i shton një shtres tjetër misterit. Në qytetet ku dikush do priste të shite pemë të lashta të paktën, të rritura dhe të zhvilluara, ne nuk shohim fare ose shikojmë vetëm fidan shumë të rinj, të hollë dhe të brisht. Tregon kjo se ata janë mbjell më shumë në kohët e fundit, ndoshta disa muaj siç thamë ose vite më parë në një tokë të pastruar. Kjo është plotësisht në kundërshtim me imazhin e kryeqyteteve historike europiane me parqet dhe bulevardet e tyre të famshëm. Është sikur një forcë jo vetëm që i ka zhdukur njerëzit, por dhe ka shkatruar të gjithë florën e lashtë duke lënë pas një shkretë të tillë që sapo ka filluar të rikuperohet. Ky kombinim faktorësh, balta e përhapur, gjurmët e ujit dhe bimësia anormalisht e re, pikturon një pamje të qëndrueshme në një kataklizmi të kohëve më të fundit me natyrë ujore ose balt ose të dyja bashkë. Fotot që tregojnë përpjekjet e para të pastrimit vetëm sa e përforcojnë këtë teori. Ato që shikoni apo ata persona që shikoni nuk duken si vëndës, por më tepër si punëtor ose inxhinier të zënë duke gërmuar strukturat varrosura. Ata që ndrojnë para ndërtesave gjysmë të varrosura dhe shkalla e tyre, krahasuar me madhështinë e arkitekturës dhe trashësinë e shtresave të baltës, vetëm sa nënvizon madhësinë e katastrofës. Ky nuk ishte vetëm një qytet që kishte mbijetuar një përmbytje, ishte një botë e tërë varrosur në një shtresë balte duke filluar rilindjen e saj të ngadalt dhe njëkohësisht të vështirë. Nga vinë këta njerëz që punojnë në këto qytete të heshtura? Pse heshtet nga historia zyrtare për këto katastrofa magjike? Për historinë zyrtare nuk ekzistojnë. Dhe për të parë se si këto pjesë përshtaten së bashku në një pamje të vetme të rrëdhënice, duhet të shqyrtojmë një qytet veçantë nën mikroskop. Ndoshta pikërisht aty në detajet që i shpëtojnë një shikimi sipërfaqësor, qëndron një çelës, një jaft që jo vetëm të konfirmoj pretendimet tona, por edhe të ekspozoj një falsifikim të vërtet në kronologjinë zyrtare të ngjarjeve, në historinë zyrtare që na kanë treguar deri tash. Midis shumë fotove enigmatike të qyteteve të vdekura është një seri imazhesh panoramike të Shën Petersburgut që bëhet një pengesë e vërtet për historinë zyrtare dhe çelësi i të gjithë misterit. Këto imazhe që i atribuohen vitit 1861 tregojnë të njëjtën skenë të njohur: komplekset madhështore të sheshit të pallatit të katedrales së Shën Isakut, admiralitetit, të gjitha të mbështjella në një boshllëk absolut dhe rezonant. Asnjë njeri, asnjë karrocë, asnjë shenjë jetës frenetike të një kryeqyteti. Në shikim të parë, ky është vetëm një shembull tjetër i anomalisë së pashpjegueshme, një që mund të arkivohet me rrugët bosh të Parisit ose Romës, por e fshehur në detajet e këtyre panoramave të Shën Petersburgut është një e dhënë e pakundërshtueshme, një gjë që transformon një mister në provë të një falsifikimi të hapur historik. Po analizojmë dritat e rrugës. Në fotografitë që historianët me siguri i datojnë të vitit 1861, flasin pra që janë pikërisht këta historianë që tregojnë historinë zyrtare, nga ana tjetër, këto foto i kanë datuar të vitit 1861. Shihet qartë një dizajn shumë dallues i ndriçimit të rrugëve elektrike ose me gaz. Këto nuk janë llampa të thjeshta me vaj, por pajisje ndriçimi më të përparuar, pjesë e një sistemi të centralizuar të qytetit. Problemi është se nga ana tjetër, sipas të gjitha dokumentave zyrtare dhe të dhënave historike, duke përfshirë të dhënave nga burime që mund të arrihen publikisht nga të gjithë ne si Wikipedia, ndriçuesit e rrugëve të këtij modeli specifik u instaluan në Shën Petersburg shumë më vonë nga datimi i këtyre fotove. Instalimi i tyre në sheshin e pallatit dhe rrugët përreth ishte pjesë e një rindërtimi dhe modernizimi të madh të sistemit të ndriçimit të qytetit, i cili u përfundua vetëm në vitin 1876. Ky fakt është i lehtë për të verifikuar. Ka gravura dhe fotografi më të hershme të njëjta vendeve, për shembull nga viti 1856, dhe këto ndriçues nuk janë ende të pranishëm në to, nuk janë të instaluar pra ende. Kjo mospërputhje krijon një kontradikt
të vështirë për të zgjidhur, për të mos thënë të pasgjidhshme. Nëse i besojmë datës zyrtare të fotografisë, 1861, duhet të pranojmë se historia e ndriçimit të rrugëve të Shën Petersburgut është e pasaktë atëherë, dhe se teknologjia e përparuar mbriti në qytet 15 vjet më herët se sa besohet zakonisht apo nga ajo që na thot historia. Por nëse i besojmë nga ana tjetër historisë të dokumentuar të instalimit të ndriçuesve, përfundimi është edhe më tronditës. Rezulton atëherë që fotografia nuk mund të jetë bërë në vitin 1861, por është bërë në vitin 1876 ose edhe më vonë. Pra, kur nga ana tjetër rezulton që janë instaluar këto llampa apo ky ndriçim, por kjo gjë ndryshon plotësisht rregullat e lojës. Nuk kemi të bëjmë me një artefakt teknik, por me një realitet të dokumentuar. Në kryeqytetin e perandorisë ruse në fund të viteve 1870 nuk kishte njerëz në rrugët qendrore. Ky zbulim ngre 2 pyetje themelore dhe thellësisht shqetësuese. Së pari, pse dikush do ta falsifikonte qëllimisht datimin e këtyre imazheve duke i kthyer ato 15 vjet prapa në kohë? Çfarë të vërtetë kishte për qëllim të fshihte ky manipulim? Çfarë ndodhi këtij qyteti gjigant, shesheve të tij qendrore pa jetë, në një kohë kur teknologjia ishte tashmë e aftë të dokumentonte praninë e tyre? Përgjigjet e këtyre pyetjeve mund të jenë vetëm hipotetike, por ato na çojnë në 2 skenar të mundshëm, po aq të çuditshëm të asaj që është kapur vërtet në këto fotografi misterioze. Të kuptuarit se rrugët e zbrazta të Shën Petersburgut në fund të viteve 1870 nuk ishin një gabim teknik, por një realitet i dokumentuar, kjo gjë e çon hetimin tonë në një udhkryq. Faktet që kemi mbledhur, këto që pam, qytete pa jetë, gjurmë të një kataklizme globale apo parafërsisht globale, përparësia anormale e ndërtimit të disa observatorëve në atë kohë dhe falsifikimi i provave i datave kërkojnë shpjegim. Në këtë pikë dalin 2 skenar kryesor, 2 versione, secili duke shpjeguar pamjen tronditse në mënyrën e vet, sipas skenarit përkatës, dhe nga ana tjetër secili duke përmbysur kuptimin ton për të kaluar. Të 2 variantet që shikojmë sugjerojnë një ngjarje të madhe që është fshehur ose shtrembruar qëllimisht në historinë zyrtare. Versioni i parë mund të quhet me kusht raporti i progresit. Sipas kësaj hipoteze, ne nuk po i shohim qytetet para braktisjes së tyre, por përkundrazi, në fazat e fundit të restaurimit të tyre, ajo që ne e ngatrojmë me jetën normale të shekullit 19 është në të vërtetë momenti i një rinisjeje qytetëruese. Një kataklizëm global, ndoshta një përmbysje balte gjurmët e secilës janë kaq të dukshme, shkatërroi se detyroi banorët e mëparshëm të këtyre metropoleve të largoheshin, nëse nuk përfunduan bashkë me përmbytjen. Qytetet u varrosën në argjil, lum dhe rër duke u shndruar në rënoja të heshtura. Pak kohë më vonë, ose disa 10 vjet më vonë, nuk e përcaktojmë dot, njerëz të rinj mbritën në këto territore dhe filluan punën e madhe të pastrimit dhe restaurimit. Nuk dim nga vinë këta njerëz të rinj. Fotografit në këtë rast do të ishin një lloj regjistrimi i përfundimit të kësaj përpjekjeje. Kjo shpjegon pastërtinë sterile të rrugëve, ato sapo janë ngërmuar, lar dhe shpjegon mungesën e objekteve të përditshme, të jetës së përditshme. Jeta e re ende nuk ka filluar. Kjo shpjegon gjithashtu pemët anormalisht të reja që janë mbjellë në zonat e pastruara. Qytetet e zbrazta dhe të rregullta janë gati për vendbanim. Panoramat tregojnë anije të ankoruara në port. Ato mund të mos mbajnë mallra, por materiale ndërtimi, mobilje, ushqim dhe mbi të gjitha mund të sjellin me vete pikërisht banorë të rinj që do ripopullojnë këto qytete. Këta banorë të rinj mund të kenë qenë fermer ose janë migrant nga rajone të tjera, më pak të prekura, të ngarkuar me banimin e një infrastrukture të lënë pas nga dikush tjetër, nga një qytetërim tjetër, nga njerëz të tjerë. Figurat e vetmuara në disa foto nuk janë banorë, por ndoshta inxhinier, administrator ose personel ushtarak që inspektojnë punën. Falsifikimi i datave ka kuptim edhe në këtë skenar.
ishte e nevojshme të fshihej kujtesa e katastrofës dhe boslëkut, duke krijuar iluzionin e një historie lineare, e një historie të vazhdueshme dhe fluide, në të cilën qytetet kanë qenë gjoja, gjithmonë ashtu siç janë dhe gjithmonë u kanë përkitur atyre që tashmë jetojnë atje, a këta pra pas kanë jetuar gjithkohën atje. Kemi një version të dytë, që është edhe më radikal dhe mund të quhet fshirja e madhe. Fshirja e madhe e jetës. Kjo hipotezë sugjeron që qytetet nuk ishin as pak bosh. Përkundërzi, ato ishin plot jetë, por me një lloj jete që brezat e ardhshëm nuk duhet ta kishin parë, nuk duhet ta dinin që ka pas ekzistuar. Ndoshta niveli teknologjik i qytetërimit të pompashëm është dukshëm më i lartë nga sa besohet zakonisht. Rrugët mund të jenë përshkruar nga tramvaje pa shina të mundsuar nga një burim energjie i panjohur ose edhe karroca pa kuaj, paraardhësit e automobilit. Arkitektura dhe jeta e përditshme mund të kenë përfshirë element që nuk do të përshtateshin në pamjen e krijuar nga një epoke prapambetur, e motorëve me avull dhe transportit tërheqjes të kafshëve që rifillon më vonë në këto qytete. Sipas këtij versioni, fotografitë ju nënshtruan një rishikimi, një prekje e qëllimshme dhe e kujdesshme. Jo vetëm që njerëzit u fshin prej tyre, por edhe të gjithë artefaktet e një teknologjike të papërshtatshme që mund të kishin ekzistuar nuk duhet të jenë më në këto foto. Ishte një përpjekje kolosale për të pastruar fushën e informacionit. Vetëm sfondi neutral, arkitektura madhështore, por e sigurt, mbeti. Her pas here, për të dhënë imazheve një ajër apo një pamje autenticiteti dhe për t'i përshtatur ato me epokën e dëshiruar të atyre që falsifikuan, disa karroca primitive të tërhequr nga kuaj mund të jenë lënë ose edhe të pikturuara për të simbolizuar nivelin teknologjik të kohës, i cili natyrisht është në kontrast të plot me infrastrukturën që duket në sfond të tyre. Në këtë rast, falsifikimi i datave shërbeu gjithashtu për të përforcuar paradigmën historike të dëshiruar. Qëllimi i këtij falsifikimi global ishte të fshihej e vërteta rreth nivelit të vërtet të zhvillimit të qytetërimit të mëparshëm dhe ndoshta ajo që është më kryesorja, arsyet e zhdukjes së tij. Të dyja këto versione, sado që janë të ndryshme, konvergojnë ama në një përfundim themelor. Të dyja na çojnë idenë se njerëzit që shohim në fotografitë e rralla dhe të gjalla të asaj epoke, të veshur me rroba fshatare dhe duke hipur në karroca primitive, thjesht nuk mund të kishin qenë ndërtuesit e këtyre qyteteve madhështore. Interesante apo jo? Shkalla dhe kompleksiteti i arkitekturës, teknikat e prerjes së gurve dhe zgjidhjet inxhinierike të përdorura konkretisht në katedralen e Shën Isakut ose në kolonën e Aleksandrit janë në kundërshtim të qartë me nivelin e zhvillimit që historia zyrtare u atribuon atyre. Kjo na çon në pyetjen e fundit dhe më të rëndësishme. Nëse jo ata, atëherë kush? Kush ishte krijuesi i vërtet i kësaj trashëgimie? Të dy versionet, raporti i progresit dhe fshirja e madhe, sado që janë të kundërt, na çojnë në mënyrë të habitshme në të njëjtin përfundim. Qytetet madhështore të kapura në fotografitë të shekullit të 19 nuk u ndërtuan nga njerëz të veshur me rroba fshatare dhe që hipnin në karroca të tërhequra nga kuaj që na paraqet historia zyrtare. Hendeku midis nivelit të tyre të supozuar teknologjik dhe realitetit të ngrirë në granit dhe mermer në këto godina madhështore është shumë i madh për tu injoruar. Mjafton të shikosh artefaktet që gjenden ende sot në qendër të Shën Petersburgut, njëkohësisht të kryeqyteteve të tjera për të kuptuar se kemi të bëjmë me trashëgimin e një qytetërimi të ndryshëm, shumë më të fuqishëm dhe të përparuar. Merrni për shembull katedralen e Shën Isakut. Kolonat e saj prej graniti nuk janë element të thjesht arkitekturor, ato janë megalite. Secila është gdhendur nga një blok i vetëm graniti, peshon afërsisht 110 ton dhe është lemuar në një mënyrë të përsosur. Historia zyrtare na kërkon të besojmë se këto monolite u nxorën në Karelia, u transportuan qindra kilometra me ujë dhe më pas u ngritën dhe u instaluan me saktësi të përpikt duke përdorur struktura primitive prej druri,
dhe zgjuarsin fshatare të kohës. Edhe sot, me vinxhat tantë të Çelikut, me kamionët e fuqishëm, ekzekutimi i një projekti të tillë do ishte një vepër inxhinierike tepër komplekse. Është praktikisht e pamundur të besohet se kjo u realizua në fillim të shekullit të 19 me mjetet e përshkruara. Por kolonat e Shënisakut zbehen në krahasim me kolonën e Aleksandrit në sheshin e pallatit. Kjo nuk është më thjesht një megalit, është një mrekulli inxhinierike, një monolit. E theksoj, një monolit prej granitit kuq, gati 50 metra i lartë dhe me peshë mbi 600 ton. Nuk është varrosur në tokë, as nuk mbahet në vend nga asgjë tjetër përveç peshës së tij. Peshë kjo kolosale. Ngritja e një lartësie kaq gjigande është një vepër që padyshim të le pamend. Teknologjia e aftë për të nxjerrë, formësuar, transportuar dhe ngritur një objekt të tillë duhet të ketë qenë shumë më e madhe se ajo që na tregojnë librat e historisë zyrtare. Ajo me të cilën duan të na mbushin mendjen. Kjo është trashëgimia e një qytetërimi që dinte të punonte gurin në mënyra që ne nuk mund t'i arrijmë as me metalin sot dhe ka artefakte të panumurta të ngjashme. Pranë kryeqytetit, në parkun Pavlovsk, ndodhet e ashtu quajtura Banja e Carit, një legend i gdhëndur në mënyrë të përsosur nga një copë e vet me graniti, me diametër mbi 5 metra dhe me peshë rreth 48 ton. Teknologjia e përdorur për ta krijuar atë tani është humbur plotësisht. Nuk e kemi më aktualisht tash një teknologji të tillë. Të gjitha këto janë dëshmi të heshtura që bërtasin se historia zyrtare se si u ndërtuan këto qytete është një gënjeshtër. Por nuk ka të bëjë vetëm me teknologjinë. Simbolika që zbukuron këto monumente ngre gjithashtu shumë pyetje dhe tregon natyrën globale në vend të asaj lokale të këtij qytetërimi të zhdukur. Pra, nuk kemi të bëjmë, kemi marrë shembull Shën Peterburgun, po nuk kemi të bëjmë vetëm me histori ruse. Për shembull, kolona e Aleksandrit nuk është e zbukuruar me shqiponjat tradicionale ruse me 2 koka, por me të ashtu quajturat shqiponja hesiane, tipike për heraldikën europiane. Dhe mbi të gjitha në bazë relievet e saj mund të gjesh një simbol edhe më të çuditshëm, syrin që sheh gjithçka të mbyllur në një piramidë. Ky simbol masonik ose ezoterik nuk ka vend në kulturën perëndimore të kulturës ortodokse zyrtare ruse të kohës. Si përfundoi në zemër të kryeqytetit rus? Ky simbolizëm sugjeron ekzistencën e një elite ose kulture unike globale që sundoi botën para kataklizmës së supozuar dhe la gjurmët e saj në monumentet kryesore në të gjithë planetin. Kështu, qytetet bosh janë vetëm maja e icebergut, poshtë tyre qëndron sekreti i një qytetërimi të zhdukur, shumë të përparuar që mund ta quajmë një perandori gjigantësh jo domosdoshmërisht në kuptimin fizik. Pra jo gjigant thjesht në planin fizik, por gjigant për shkak të shkallës, arritjeve dhe aftësive të tyre. Ata na lanë qytetet e tyre si trashëgimi, por historia e tyre është fshirë, e zëvendësuar nga një mit i thjeshtëzuar i një Rusie të prapambetur që ndërtoi gjithçka me duart e veta. Dhe në zgjerim të kësaj, jo thjesht një Rusie të prapambetur, por të një shoqërie apo civilizimi të prapambetur që ka filluar të eci dhe të ndërtoj gjithçka me duart e veta. Pyetja e fundit që bëhet është: kjo elit e supozuar, a ka gisht në këtë përmbytje balte të supozuar? Dhe vazhdon të jetë në krye dhe sot. Përdorim termin të supozuar pavarësisht se provat janë të shumta për ekzistencën e kësaj përmbytje balte dhe të kësaj elite. Në një video tjetër do të tregojmë më shumë për zbulimet e mëvonshme që shtojnë dyshimet për një histori të gënjeshtër, të treguar deri tani. Deri atëherë, deri në vitin e ardhshëm, e mbyllim këtë duke përfunduar me të zakonshmen që videot në këtë kanal nuk kanë si qëllim të ndikojnë mbi vendimet, opinionet, bindjet apo besimet tuaja. Janë vetëm një këndvështrim ndryshe nga i zyrtar që jep sistemi dhe fetë tradicionale monoteiste. Ruani etikën në komentet tuaja.
Bashkë takohemi në videon e ardhshme.